ngarkuar për 2 letra penale, cilë është qëndrimi juaj për këto letra penale? Që ishte llogaritur të jetë 125.100 euro për 2 të pandiurit, vepruan kështu në dëm të interesit publik dhe në kundërshtim me ligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paligjshme të komunës dhe rregullorën numër 09/2020 për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paligjshme të komunës, në bazë të cilave në rrethana të tilla ndalohet dhënia në shfrytëzim dhe këmbimi i pronës me pronë private. Me që rast të pandillit i kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm OKP-s në vlerën e objektit të tjetërsuar këmbyer që ishte llogaritur të jetë 125.100 euro. Me këtë të pandillit Faruk Mujta dhe Hysen Muzliuaj në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, sankcionuar me nenin 4.4 paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 2 të Ligit Kodit Penal të Kosovës. Ja kushtojë Faruk Mujta. A kupton nga ata akuzën aty nevojë për çarën e shpestra të akuzës? Një ngarkuar për 2 letra penale, cilë është qëndrimi juaj për këto letra penale? Nuk e pranoni parim për asnjërin nga letra penale që të ngarkohet nga akuzën në nevojë. Ja kuptoni se Hysen Muzliuaj, e keni kuptuar këtë akuzën, a keni nevojë për çarën e shpestra të akuzës? Është qëndrimi juaj në këtë akuzë? Absolutisht, po pash.